Me rastin e përkujtimit të ditëlindjes së Muhamedit a.s. nxënësit e paraleles së medreses Isabeu edhe këtë vit shkollor sollën para publikut një ekspozitë të veçantë me punime dore, të cilën e kanë titulluar Artet e bukura. Ekspozita është fryt i përkushtimit, kreativitetit dhe punës së palodhshme të nxënësve të grupit të artizanateve, si dhe me mbështetje të vazhdueshme nga profesoresha Sendis Zeqiri. Flasësh për artin, mendoj se ne gjithë e dim vlerën e artit. Por, unë duhet potencoj një fenomen që nxënësit tonë në përgjithësi krahas suksesit e tyre në aspektin e pregaditjeve profesionale që janë, por njëkohësisht edhe atë etiko-moral, ata janë munduar që të jenë edhe më profesionale edhe në artin e dorës. Këtë ekspozitë e përshëndeti edhe kreu i Pastisë Fetare Islame Shaqir Efendi Fetai. Arti është diçka e thellë që inkuadrohen disa segmente, ideja të menduarit dhe dora. Dora nuk mund të shpreh pa qenë ideja dhe të menduarit. Këtu mishrohet e padukshmja me atë që është e dukshme. Këtu mishrohet alimul gajbi wa shahada, ajo që është e padukshme dhe ajo që është e dukshme. Mirë po, për ta mishruar idenë me dorën, me praktikën dhe në fund të nxjerrësh të bukurën, duhet të niset dhe të filloj nga ajo që quhet besimi. Kjo ekspozitë nuk është thjesht një prezantim punimesh, por një rrëfim i heshtur që flet për durimin, kreativitetin dhe dashurinë për të bukurën, tha në fjalën e tij Mifthiu i Tetovës Selver Xhemaili, për të shtuar se në një ambient si medreseja, ku edukimi nuk është vetëm akademik, por edhe shpirtëror dhe moral, arti merr një dimension edhe më të thellë. Respektuara nxënëse, puna juaj është fryt i përpjekjes dhe i përkushtimit. Çdo detaj, çdo ngjyrë dhe çdo formë tregon për orët e kaluara në durim dhe dashuri. Mos e nënvlerësoni këtë dhunti që vë ka dhënë Allahu fuqiplot. Kultivojeni atë, sepse arti është një dritare përmes së cilës mund të ndikoni pozitivisht në botën përreth jush. Organizatori ndau nga një eksponat para mysafirët e pranishëm, kurse nxënësit morën dhurata për punën e tyre me përkushtim dhe prezantimin dinjitos në ekspozitë. Nuk mungoi edhe falënderimi i veçantë për mësimdhënësit, të cilët me përkushtim dhe udhëzim kanë ndihmuar në zhvillimin e këtyre talenteve. Roli i tyre është i pazavendësueshëm në formimin e një gjenerate që jo vetëm di, por edhe ndjen dhe krijon. Në vazhdim, nxënësit e paraleles së medreses Isabeu mbajtën edhe koncertin e titulluar Muhamedi a.s. simboli i moralit. Para të pranishmëve u prezantuan ilahi, kaside, poezi dhe aktivitete për të përkujtuar profetin Muhamed dhe veprën e tij. Uswatun hasanatun liman kana